Komuna e Gostivarit vllazërohet me komunën Ipsalla nga Republika e Turqisë. Vendimi ka kaluar edhe në Këshillin Komunal të Gostivarit. Detajet rreth benefiteve nga ky bashkëpunim i bëri të ditura kryesuesi i Këshillit, Namik Durmishi. Vendim për vllazërimin e komunës së Gostivarit me komunën Ipsalla të Republikës së Turqisë, neni 1, komuna e Gostivarit vllazërohet me komunën Ipsalla e Republikës së Turqisë. Neni 2, lloji dhe mënyra e bashkëpunimit në mes të komunës së Gostivarit dhe komunës Ipsalla e Republikës së Turqisë do të përcaktohet me marrëveshje të posaçme. Neni 3, ne faktikisht me propozimin e këtij vendimit autorizojmë kryetarin e komunës së Gostivarit që të nënshkruajmë marrëveshjen për vllazërimin e komunës së Gostivarit me komunën Ipsalla e Republikës së Turqisë dhe neni 4, pra ky vendim do hyjë në fuqi në momentin që do shpallet që ne e sjellim si vendim dhe i propozojmë kryetarit dhe i njëjti pra do publikohet në buletinin ose gazetën zyrtare të komunës tonë. Ky bashkëpunim do t'i sjellë të ardhmen Gostivarit dhe ndihmë financiare nga Turqia, tha Matej Durmishi. Në kuadër të këtij bashkëpunimi, besoj se do kemi dhe ndihmë paraprak nga ata, do kemi ndihmë si komunë e Gostivarit, por pse jo, unë për vete u thash si kryetari i Këshillit se edhe ndihma do jetë reciproke edhe nga komuna jonë. Po pikërisht në fazën e parë ato do na ndihmojnë me atë që do shohim se në cilën fushë. Propozimi kaloi në Këshillin Komunal, me çka tani hapet rrugë dokumentit zyrtar të vllazërimit ta nënshkruhen krerët të dy komunave, gjithsesi kryetarit të komunës së Gostivarit dhe atij të Ipsallës.